Mas 20 vjeç i na thy edhe kena bërë supermarkete. Këtu do të ofrohet mish i thot, me lanë Italinë më martuar është diçka shumë e mirë, që një shkenar që bën diçka për vendin ku i rrit. Unë kam jetuar në Itali, mbas një kohë 5 vjeçare atje, duke rrugtu, mendova që kthehem në Shqipëri. Kur jam kthy këtu, kam taku Altin Antonin, që më kanë frymëzuar edhe me kanë ofruar një punë në Tiranë, te një restorant që sapo kishin hapur në Tiranë, te Mulligjiu. Kam punuar 3-4 vite atje. Mi eksperiencë mirë, kuzhinë tradicionale shqiptare, edhe prodhime vendase. Ideja ka qenë me marrë sa më shumë eksperiencë, edhe një bisedë me Altinin, më thotë, Denis të ka ardhur koha, thotë që të bëjsh diçka tonë në fushars. Edhe unë vetë i thonë, niva i papritur, i paprgatitur, i tham, Altin, a shumë shpejt, s'mund, jo të bësh diçka atje, se s'mund të bësh diçka në vendin tanë atje, do të përdorish prodhimin që bëhet në zonën tonë, edhe mirë kishte dalë me përgatit mishin e thatë. Edhe pas një eksperiencë 2 vjeçare të mrisi, te Altini për pjesën e mishit thatë, edhe kena përgatit vendin këtu dhe kena fillu me bë punishtin këtu, mishin tra, si përmarrje e vogël është. Këtu janë në zonën e fusharsit, edhe këtu është familja e jonë. Kena shtëpiat ma sipër, ka qenë lokal ekzistues. Në vitin 90 është përdorur për rrugë, si tip e restoranti për rrugtar. Pastaj kur hiku rruga, u shfut rruga këtej, u mbyll. Mas 20 vjeç i na thye, kena ndryshuar modelin e lokalit edhe kena bërë supermarkete. Edhe këtu do të ofrohet mish i thatë, mish i lopës, mish i derrit, do të ketë prosciutën e lopës, prosciutën e derrit, do të ketë salcicën e freskët, që shoqërohet me polener, ose me polener ose me shull, si i thojmë në zona këtu. Edhe baza kryesisht është mishi, përdorim pastat, do të jetë pjesa me bronicë me kërpurth, do të jetë makaronat me bronicë me kërpurth, që është më shumë e zonës tonë. Boronicat janë të malit, boronicë e egër edhe kërpurat që jetë porcini. Pas të përgatisim vetë, e bëjmë millën me millë gruni të zonës këtu, edhe me vezë të fshatit. Kemi djathën e lopës, kemi djathën e ndhis, edhe do të kemi edhe pjesën e byrekun tradicional të zonës këtu. Shoqërohet edhe me fli, kemi edhe birrën e zonës Puka, birrë shumë e mirë, produkte të ushqim, produkte të tjera, edhe menuja do të ndryshohet sipas tindës. Nuk tjetë do të trashin 50 vjetë, nuk tjenë vetëm ky lloj ushqimi, ndryshon stina, ndryshon edhe ushqimet. Kena 5 tavolina, mendojmë që aty në 5 tavolina t'ju shërbejmë sa më mirë, t'jenë sa më kënaqshëm. Fillimet janë vështira, nuk ka se pritet 100% fillimet, po do organizojmë edhe do të bëjmë edhe një pjesë jashta, që të ndjen edhe aty, po 5 tavolina, edhe do ta vendosim një vend aty jashta, në pistë, jashta, do jetë shumë bukur. Si pjesë amëlsine, kemi llogarit pjesën e boronicë me kës dhe me mjaltin e zonës këtu. Kurse te pjesa e pijeve, kemi fut vetëm birrën e zonës tonë edhe vend bar dhe vend kushe, të cilët janë zonës dhe rakia. Nuk do të përdorim edhe lang fruta, është bëm çast, nuk do të ketë as lloj pije, nuk do të ketë pije industriale. Mishi do të jetë vetëm për restorantin, nga që ka shumë kërkesë për mish të thatë, edhe ky don një kohë që të stashinohet. Pak a shumë dën 2-3 muaj, të jetë gati për konsumim. Është biznes familjar, kam ndihmën e gruas edhe një punojës tjetër që është fshatit këtu afër. Gruaja është shumë e gatshme, që të jena bashkë për me bë këtë rrugtim, se nuk është i lehtë, edhe shpresoj të ecë mirë. Ideja mishin tra është që mishi të jetë i zonës këtu, edhe me vënë pak lëvizje edhe zonën, që t'jetë gati për me majmë sa më shumë dera, lopë, kështu që edhe mund të kemë mundësi ta marrë mishin e zonës këtu. E mirë është të merret në zonës këtu afër. Fermerët kanë qenë shumë të gatshëm, në qysh momentin që kanë filluar me hap punën këtu, kanë thënë ne do të jena gati, punojmë me ty, edhe kanë besim. Gati 40% e familjeve me bujqësimi arrin këtu dhe ushqimi është baza. Kjo është gjë shumë e mirë, bëhet edhe nish edhe më i lehtë kur kthehesh për jashtë. Edhe vjen këtu dhe bën hap një lokal që është mbyllur kryesisht, edhe fillon të xhallëru, fillon të mbjell një pemë, një lule, fillon të duke vënë një tavolinë, do të jetë një shërbim më ndryshe,
edhe çdo gjë është më mirë edhe më lehtë edhe për mua. Ka shumë vizitorë si fillim nga Tirana, nga Tërpoja, vinë këtu kanë prit shumë mirë, nga janë edhe fshatarë të zonës, janë largu edhe janë kthy prapë edhe ishin shumë të kënaqur. Me lanë Italinë pjesën e qyteteve poshtme këtu është diçka shumë e mirë, që një shkenar që bën diçka për vendin ku i rrit, edhe një zonë me prodhime të zonës këtu, edhe i jep edhe vendit tjetër pamje, tjetër ndryshim. Është një kohë shumë e shkurtë që kemi hapë, ka 4-5 ditë, të kthehen në vendin e vet, dhe të punojmë për atë sa më shumë të japim vlerë vendit tonë.